në fillim ata të lënë në heshtje, nuk të marrin në konsiderat. Pastaj kur e shikojnë që fiton çik popularitet, duan të bëjnë qesharak. Pastaj heshtin një farë kohë, këtu jeti në këtë periudhë, heshtin dhe pastaj ata nuk do më pranojnë kur. Pse nuk do më pranojnë kur? Këta që janë sot. Nuk do më pranojnë kur sepse ata nuk kanë treguar asnjë shenjë mëshire ndaj kujdo që ka punuar me pasion shkencor dhe me produkt shkencor për të vërtetën e gjuhës shqipe. Ju e dini fare mirë se kur erdhi Zaharia Manjani e përtallën që kishte bërë dhe ato veprat e tij fundi i misterit etrusk dhe ne e dim që mos t'i përmendim këtu dhe të marrim kohë se ç'kan hequr studiues të tjerë si Zhej e të tjerë, të cilët kanë cekur çështjen e etnicitetit gjuhësor të shqipes si një gjuhë mesianike, si origjinë e gjuhëve indo-europiane. Ne dim se sa shumë është censuruar Derada për të gjitha veprat e tij filologjike që tregojnë që shqipja vërtet është nëna e gjuhëve indo-europiane. Kjo gjë vazhdon sot, pra nuk ka debat shkencor. Debati shkencor për gjuhën shqipe mungon. Ne duhet të kemi paradigmat slave për gjuhën shqipe. Akademisë Shkencave ishte dashur të bëjë një punë të madhe kundër gjuhës shqipe për të vërtetuar tezat slave se shqiptarët s'kanë gjuhë të tyre, dhe ata nuk mund të dalin kurrë kundër vetes tyre.